Klika qeverisë e etur për pushtet në Serbi ka kohë që duhet të zvendçohet dhe Partia Progresive Serbe e presidentit Aleksandar Vučić do ketë vështirësi të provojë veten në zgjedhjet e ardhshme, kështu shkruan e përditshmja e Luksemburgut Tageblat. Sipas saj, bllokada studentore universiteteve, të cilat po zgjasin pothuajse një vit, ka mbaruar, por se zemërimi dhe indinjata për korrupsionin dhe nepotizmin në Serbi as një vit pas aksidentit katastrofik të Novi Sadit, i cili mund të ishte shmangur. Një masë e madhe njerëzish u mlodhën në sheshin Slavia, si dhe në rrugët përreth, shkruan gazeta. Edhe pse policia u përpoq ta zhvlerësonte numrin e të pranishme me vlerësimin e saj zyrtar prej 34.400 personash, pamjet ajrore tregojnë se në protestë morën pjesë midis 180.000 dhe 190.000 njerëzve. Parashikimi o gurzi i protestave masive i ka treguar dhe njerë kamaleonit politik autoritar se pakënaqësia në rritje ndaj makinacioneve mafioze, korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin nuk mund të shtypet dhe as të injorohet. Tageblat shkruan se Vučić, i ndjeshëm ndaj kritikave, u mbrojt në kin kundër akuzave se kishte inskenuar përsëri dhunën që shpërtheu gjatë demonstratave me ndihmën e banditëve të tij dhe u ankua se u investuan miliarda në media dhe organizata parapolitike për ta rrëzuar atë nga pushteti. Duket se klika qeverisë po aq si përmarrëse dhe etur për pushtetin e Serbisë, ka kohë që duhet të zvendçohet, pavarësisht nëse Vučić i lëkundur do të shpallë zgjedhjet e reja në vjesht apo në dimër apo edhe në verë, SNS-ja e tij plotësisht e diskredituar do ta ketë vështirë të provojë veten në to. Dhe kohët e fundit lajme të këqija kanë filluar të grumbullohen për sundimtarin absolut tashmë të iniciuar, shkruan gazeta.